pacha mëshira e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, familjen, shokët dhe barometin e tij. Të nderuar besimtarë. Njeriu nuk e jeton gjatë jetës së tij me ato peripecitë, sfidat e lashe që përballet në jetën e tij, mundet të krijuar mendime të ndryshme, paragjykime të ndryshme, sa me vend, sa dhe pa vend. Sa janë të drejta, sa janë të padrejta. Mendimet e njerëzve do më duhet të bazohen në argumente. Paragjykimet e njerëzve duhet të bazohen në fakte, në argumente të qarta. Ne si besimtar musliman çdo herë duhet të bazohen në argumente të shnosha, sikur që kemi Kur'anin dhe Sunetin. Për çdo bindje që i krijojmë, për çdo mendim që e formojmë, për çdo paragjykim që mundna me kriju në jetën tonë, duhet të kemi argumente. Përndryshe, nëse bojna mendime të gabueshme, ose krijojna bindje të gabueshme, mundna me të marrë gjuna, mundna edhe me dorë për imanet. Nëse do të Zoti në Kur'an, fa inna ba'da dhanni ithmun. Me menduar diçka, me paragjykuar për diçka, kur s'ki argument, ajo është gjuna. Pra mund të kushtohet edhe me besim, mund të kushtohet edhe me dalje prej dinit të Allahut edhe prej fesë së Kjo çështje që po me përmend është një çështje delikate që është bërë aktuale në kohën e fundit sidomos. A fjalë për ditën e Kiametit që do ndodhet në vitin 2012. Në muajin dhjetor, gjithsesi më 29 dhjetor, që vjen 29 dhjetor sot në javë. Ka krijuar një paragjykim të caktuar për ditën e Kiametit që nuk e di askush tjetër përveç Allahut të plotfuqishëm. Edhe mesin aty në muslimanëve që kanë besimin e luhatshëm kanë nisë me lujë domon ky me ndikur, ky farmendimi që për cilin janë bodha firma, janë bodha domon në përshfaqje të ndryshme, qofshin televizion, ose në internet e çakudion, kanë ndikuar të jeta e njerëzve sa shumë njerëz tash që nuk kanë iman, kanë filluar të bëjnë vetvrasje. Që mos me zor domon kjo ditë e Kiametit ose fundi i botës ose katastrofës. Këto bënë që s'kan iman, që s'kan besim. Po fatkeqësisht nuk kanë pa prekë edhe disa muslimanë. Po e themi musliman që nuk kanë nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth domon besimit edhe rreth këtyre gjërave. Allahu xhallahu xhallahu kur na thot në Kur'an: "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah." Thuaj o Muhammed, sa askush me njerëzve, çfarë fato krijesë qoftë, në qiell dhe në tokë, nuk e din gajbin. Gajbi është sekret, e mshefta përveç Allahut të plotfuqishëm. Prandaj mos u lodhni me ato sa. Wa ma yashuruna e jari i bahut, asë nuk kanë me ditë ata se kur kanë morin qanë. Nuk është njësa që muna me ditë na. Ditën e gjykimit, ditën e Kiametit, kur të ndodhë, ne nuk e dimë. Ka së të thotë dhe rëtë Allah në Kur'an. Yes'alunaka ka anis sa'ati. O Muhammed, ata njerëz e nalla po të vesë ty, po të pyesën o Muhammed, po të pyesën si ju intereson, kur ndodhë Kiametit. E janë mërsaha, kur ndodhë Kiametit. Kur të ndodhë e kataklizm, ky fundi i botës, për cilë njerëzit e trishtuar dhe po trishtuar për ditë, thot kul innama ilmu inda rabbi, thuaj aty në Muhammed se dituria për të njohja për të takon vetëm Zotit. As vetë pejgamberi alayhis salam vetëm. La yajliha li waqtiha illa hu. Nuk mundet kërkosh me ditë, nuk ka kërkosh njohuri edhe pas asaj dite se kur të ndodhë. Edhe pse të ndodhë apo si të ndodhë. Fakulet fis samawati wal ard. Është shumë e vërtetë se të gjitha krijesave që janë tokë dhe qiell i mundon edhe i trishton dhe kanë frikë. Sikur po shihet se njerëzit kanë frikë për këtë ditë, për këtë çast në këtë moment. Por edhe në herë më ja përsërit, la ta'tikum illa waqtan. Ta dini se Kiameti nuk i vjen ndryshe përveç se bepas, pa ritmas. Nuk mundi ju me ditë, ju vjen bepas, pa ata ty të pyes, yes'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mirë po ata po vinë Muhammed po të pyesë ty se po mendoj që ti e din. A pejgamberi sa nuk e din. Po përsëri thot, kul innama ilmu inda Allah. Thuaj se dituria për të çështë vetëm të Zotit, askush nuk e din, walakin akthar nas la ya'lamun, por shumica e njerëzve nuk e din. Shumica e njerëzve domon, përveç atyre besimtarëve të devotshëm që janë bindur në fuqinë e Allahut, edhe të bindur se këto nuk e din kurkush që përveç Allahut, ata sigurt në këto. Dorsa tjerë hamendën edhe bëjnë lloj-lloj matrapoze sikur që bën. Kto ka të konfirmuar edhe pejgamberi alayhis salam në hadithin e Xhibrilit, kur ka ardhur Xhibrili alayhis salam edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam për shumë dosare. E ka pyet për është hadithi i gjatë, që ka pyet për Islamin, për imanin, për ihsanin, e ndër ato ka thonë, Khalid, domon Xhibrili ka thonë, akhbirna an sa'a. Tregon për Muhammed se kur e Kiametin. Tregon për Kiametin. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Qala man mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il. Ai që është i pyetur, domon Muhamedi, nuk është vajtishëm se sa ai që pyet. Se sa relacion. As vetë Xhibrili alayhis salam nuk e di se kur do Kiameti.
Me laqa ma fisnike që është të më në zjedhën të Allah. Njeriu ma fisnik për njerëzit që zjedhë Muhammed Hasan për këdesë kur do të kiameti. Pandej ka thënë, vazhdo në hadithi, që nuk është pjesa jo këtu, që thot anë të tregon për shanjet e kiametit se kur të ndodhen. Që shanjet e kiametit ka disa shanja, që janë shanjet e vogla, shanjet e mesme dhe shanjet e mëdha. Shanjet e vogla dhe të mesme kanë ndodhe për ndodhe vazhdimisht. Mirë po shanjet e mëdha nuk kanë ndodhe dhe nuk janë duke ndodhe tash. Gjë që nuk është kiameti tash. Prandaj besimtar duhet të jetë çik, besimtar duhet të jetë sigurt në ndërgjit edhe të mos bien për e këtyre domosdoshmë këtyre intrigave që po dalin sidomos njerëzve të ndryshëm. Ajo që është më e rëndësishme për neve, na do të besuar ditën e gjykimit, sepse është gajb. Gajb është diçka e mshef, sa na se di. Por sa na informon Zoti dhe pejgamberi alayhis me hadithin e tij çfarë duhet edhe me besu. Na ka thënë Allah se do të ndodhë dita e kiametit, do të ndodhë. S'ka dyshim tonë. Kur do të ndodhë, na nuk e dim. Ne nuk e dim. A duhet përgatitemi para ditë? Duhet përgatitemi. Apo kur do të ndodhë dita e kiametit, nuk e dim. Por e sigurt është 2012 nuk është. E sigurt është 2019 nuk është. Ka sa të shenjat e mëdha të kiametit, ato zosin ma gjatë. E ato nuk kanë hala. Shenjat e vogla, po, ka ndodhë, sepse shenja e parë e kiametit është tërkimi i Muhammed a.s. si pejgamber është shenja e kiametit. Se ka thonë, "Bu'ithtu ana wa sa'aka hatayn." Unë dhe kiametin e arë bashkë, që ta dy kishta, bashkë në arë. Po e shenja të vogla, shenja të mesme. Sikur që përmën hadith se çoban deshe ta, po në kara ndërtimin e shpive. Për bëj shpi matë malë saj, matë malë saj. Të e shenja kiametit, të përna ndodhën. Zinaja në rrugë, shpeshja dhe kurisia, të përndodhën. Janë shenja të kiametit, po e të mesme dhe të vogla. Dësa të vogla nuk ka ndodhë, prandaj nuk ka kur fa frikës se për 2012 nuk ka shenja kiametit. Po ç'është më e rëndësishme? Na do të besuar ditën e gjykimit që ka më ndodhë kiameti, ku nuk e dim. Edhe duhet besim ka dalë edhe kaderi. Ka dalë edhe kaderi është për kushteve të imanit, të vllai dashur. Për besimin do mos që caktimet e Zotit dhe vendimet e Zotit na do t'i besojmë. Kur edhe qysh ai ka, ne nuk kemi mundësi më përzi ato, ne nuk kemi mundësi më marr masa ato. Por duhet të besojmë. Pra dha kiameti është për caktimeve të Zotit. Është për kushteve të imanit që duhet të besojmë ditën e gjykimit kur do dalim me llogari. Por ajo më e rëndësishme është sikur që ka një njerëz që tregon Enes radhiyallahu anhu hadithin që transmeton dy sahiha. Hadithi sahih, hadithi sakt. Ka një njeri të pejgamberit selam dhe ka thonë, ja Rasulullah, meta sa'a. Ka që personi ka thosh, se cilë ka interesuar, edhe sahabët në kohën e pejgamberit ka interesuar me ditë se kur do të kiameti. Meta sa'a, kur do ndodhi ja Rasulullah kiameti? Sepse është pak trishtim, është rëndë, është moment i vështirë. Pejgamberi alayhiselam çfarë përgjigje i ka dhënë? Shikoni sa me urtësi, sa drejtë dhe mirë i ka dhënë. Asi ka të regun kur është atë, sepse mos hadithet e tjera po që asaj se ka di. Edhe nuk është më rëndësi me ditë se kur ka ndodhë. Kur ka më ndodhë kiameti, se s'mon është me ndryshu. Atër pejgamberi se thënë, fekale sallallahu alaihi wasallam, "Wa madha a'dadta laha?" Që do të thotë se çka ke përgatitur për ta. Me fakt po me vjen, s'është më rëndësi me ditë kur do të kiameti, po më rëndësi është çka ke përgatitur për kiametin. Qa ke përgatitur për ditën e llogarisë kur do dash për Allahut me vallë përgjigje, edhe me llogari për veprat e tua. Kjo është para rëndësishme. Ta besojmë na ditën e gjykimit, ta besojmë se kiameti do të ndodhë me fuqinë e Allahut, me caktimin e tij, do të ndodhë atëherë kur ai e di. S'është më si na mendin, do të jemi të përgatitur për atë ditë, e jo të mirë në këto matrafaze që e bëjnë në intriga të ndryshme. Pra dita e kiametit nuk ditë kur do ndodhë. E sigurt është në 2012 nuk është. Po kush i ka bërë këto intriga? Janë dy lloje njerëz që e bëjnë të sare. Një grup e njerëzve që për ignorancë, për padije. Vesh i teket ashtu të flasin, pastaj ka njerëz që i besojnë. Për ignorancë i thonë të sare. Prandaj njëri nuk guxon me besuar ose me thonë, po as me besu se ne çajm pa argumentuar, pa fakte. Sepse thotë edhe Zoti kur ata më nahsan min Allah hukma. Kush më i mirë se Zoti që i vendos ligjin, rregullat dhe me urtësi. S'ka kush. Atë mos ju besoj ato njerëz me ato rranat e tyre, mashtrimet e tyre, me ignorancën e tyre, sa ata s'din për vetin, më besuar. Qose po thon ai kisi maja, ka thonë kështu se ka paraqoshë në fundin e vitit 2012. Po, në vitin 2012 është shumë e vërtetë që po fillon kalendari maja, aty visit indian, atje. Por fillon më një herë.
Sikur që baran viti, a baran tash me 30 vjeton 2012 baran kalendari. Po fillan në janari 2013, fillan me një kalendari ri. Shumë normale kjo. Pate mos bëni viktime aty në intriga dhe njerëzit ignorantë që nuk din. Kjo është e para, e dyta. Ne nuk guxojmë me folë ashtu pa pas dije, po thonë Allah e di më së miri dhe pejgamberi s'u shano sahabë. Allah e di më së miri, mos u përzi ato. Ç'është tjetër grupi tjetër që bojë sa shpifje njerëz me parashikime të caktuara. Qëllimisht i bëti kështu. Ka thonë se vitin 2002 do ndodhë kjo veti, nuk do dhe sa. E shti për 2003 nuk do dhe sa. 2008 nuk do dhe sa. Tash 2012 prapë s'ka më do të kurshëm. Shumë ditë normale. Edhe shkencëtarë po thonë, me miliarda vjetë kjo tokë është, kjo botë është e vjetër dhe nuk të ndodhen të sa. Kur fa parashikimi nuk ka, në shkencore as vërtet. As fetare, as shkencore që do të bëhet diçka tjetër. Pa ne njerëzit duhet të lajmë me hartë. Mos përzitet do të bëhet. Të shtetë o Allahut, përgatitët e Allahut të mëdar, kur të duhet kemi të nuk është problemi ytë as i jemi. Sepse Allah nuk ka dhënë këtë njohuri as kujt. As pejgamberëve, as melaçeve. E ka rezervu këtë tije veç për veti. Dëshajreve ka të rëgu që na me pas kujdes, më urujt edhe më përgatit për vdekjen dhe takimin me Allah. A më marrë me këtë sene, musëmene. Të lutëm, vazdim, musëmene. Besane Allah, sepse me besu ty në gjona dhe tila, që shë përman edhe në fillim, njeriu i kushton edhe me iman, me besim, dhe për islamit. Mi besu që ty në gjona dhe për islamit. Më dash me marrë këtë temë edhe me shqilu, për shka se ta kanë ardhë dhe pyetje, në ardhë dhe diskutime të njerëzve, që është konë gjendje, pa kësish bëllami, ka edhe që vete musliman, në ardhë dhe të rasja, të pyetjeve të vetës, pyetja familjes, shkatërimi pasunisë, me harxhimit pasunin, knashna në këtë botë, para se në ndodhë 21 vjetorit 2012, në mënë, subhanallah, kjo është e rreziku që del prej imanit, nuk ka problem se harxhon pasunin. Nuk ka problem ajo. Po problem se po vdes pa iman. Kjo frika me madhe e jona e hoxhallarëve, është frika jona për xhamatet tona, se nuk guxojmë me besu të sanet të tilla. E as më tepër për kur ta shkopë e shfrytëzojnë edhe njerëzit pa trapas. Jo kemi vënë sigurt atje në Francë, hajde tash kemi 500 euro natën, jo kemi vënë sigurt atje, jo kemi to sfera të sigurta. Domthon janë lojra që e shfrytëzojnë pasigurinë e njerëzve dhe domthon i rrjedhin njerëzit për ignoranca, për ignorancën e tyre, për paditurinë e tyre. Pa të besimtar nuk guxon të bëra fiktimi këtyre senave. Do të besojmë Allahun vetëm, ka vetë ka mendon, por kur do ndodh në kredimin e vetëm Zotit i Madh. Dhe rëndësia është ta përgatitet për atë ditë që të kemi vepra që do të llogarisë malë, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.